patë tendencë me nxjerr me si xheloze, nëse ato janë që fillimi. Edhe okej, të nesër tani, unë qoha me një Mateo që stot mirëmëngjes, dal këtu jashtë, mundohem të them një gjë që më ka ardhur keq në lidhje me Prime-in që pam, edhe për mënyrën se si Mateo zgjodhi të fliste prapë mbasi unë ta shpjegim për Ogertin. U ndërhyu Greta dhe në moment që ndërhyu Greta, ti u bëre pjesë e debatit, kupton? Edhe në moment mendova, thash Brikena po e bën absolute faktin që vetë është lojtare e fortë, kupton? Dhe thot, unë të ky nominim të rriqem, s'kam se luftoj me asnjë, as nuk kam se dal përballë atyre që unë jam në nominim me. Le të flasë Mateo dhe Mateo të bëhet pjesë e debateve dhe të bëhet zëri jot, her pas here të bësh dhe ti zëri Mateos. Kundërkohë, analiza ime, kundërkohë unë e shoh më të arsyeshme që për shembull në një diskutim me Brikenën, Brikena të vite thoi se Selini s'është puna po, as mua si dhe për shembull që ke thënë për Mateos s'ka pëlqyer, as ku diun, debati me Mirin s'ka pëlqyer, as ajo klipi që bëri me Gimbon dhe mendoj që një 2-3 gjëra të penalizojnë nga kjo gjëja, kupton? Kundërkohë në kampanje Briken që neve s'kemi pas asnjë kontakt. Kupton? Edhe unë thoja me vete, okay, unë e marr vesh që ti ke ardhur nga dita 1 deri në ditën e 80. Ke ardhur në mënyrën tënde, e qetë, pa debate të forta, duke qenë gjithmonë korrekte. Po ndonjëherë pas here më jep idenë sikur ti je shumë e bindur te vetja jote, që çdo gjë është okay, ti je lojtare shumë e fortë. Edhe ti tani duhet të qetësohesh si do shkoj puna e Mateos. Mateo dilse në mesin e të treve, jam shumë e bindur. Atëherë para punës, kur unë kam marrë me fol me ty dhe Gimbon, unë jam kohë në arenë dhe i kam thënë Mateos, apo vjen, shkojnë edhe flasë me ta, edhe Sharon edhe Argjon që është mërzit Mateo me Gimbon. Ja thashtë, Mateo thashtë, thashtë, në këto momente thashtë, tha nuk jam mirë, thashtë, okej, thashtë, thashtë, po shkoj, thashtë, du të flasë, du t'ja u them dy gjëra. Edhe unë erdham ju fol juve. Tash, unë Mateos, i kam thënë 2-3 herë shko, ja kam thënë shko dhe qartësoj muhabetin me Gimbon, i kam thënë se nuk e ke luftën me Gimbon. Kam thënë që se këtu mrena e ke luftën me Reka, nuk e ke as me Selin, as me Gimbon, këtë pikë lojës nuk e ke luftën me ta. Edhe unë në asnjë moment nuk e kam shtymë Mateon për me ardhë me debatu me ty, ose me Gretën, ose me Gimbon, se Mateo me këtë debaton çka bën, unë nuk e drejtoj Mateon. Mateo e din shumë mirë çka bën me konflikt. Unë thjesht ja dhani këshill se nuk kam qef me po kja që i them Mateo të lutna veç mos ofendoron, ose adin mos dil prej vetës, mos e le kërkon me të zirë prej vetës, kaq, po që unë nuk jam askushi që ti them që të vi ose mos vi me debatu me ty. Unë ja kam thonë, për mendimin tem, këtë pikë lojës duhet qartësosh me Gimbon, nuk e ke luftën me Selinën dhe Gimbon, luftën këtu mrena me ca persona tjerë, unë personalisht, adin betejën e kam me ca persona tjerë këtu mrena që nuk e as te as Gimbo, edhe thjesht unë nuk kam desh me bë debat me juve. Në momentin që ajo konë të bë debat me ty, unë jam kanë mrena të hongër buk dhe po bëj debat me tonë, nëse nuk më lente me hongër buk dhe vazhdon të me një temë diskutimi që unë nuk doja me u përgjigj dhe nuk doja në atë moment adin me bë debat me tonë. Edhe ti shikon të bë debat me Mateon. Edhe unë dola jashtë.